Ti jeton në gurbet, punon ditë e natë, punon derisa trupi të mos të mbaj më, punon derisa mendja të jetë bosh. Dhe nga vendlindja vin fjalë që nuk pushojnë kur, ti me rrok të madhe, ne këtu s'kemi buk, ne këtu s'kemi për drita, ne s'kemi për ujë, ne s'kemi për spital, ne s'kemi për asgjë. Dhe ti prap jep edhe kur s'ke, jep edhe kur vetri pa ngrënë. Jep edhe kur fëmijët e tu ka nevojë për ty. Dal nga dal pa e kuptuar, ti po e shkatron jetën tënde, për të plotësuar dëshirat dhe mungesat e të tjerëve. Ti mbytesh duke punuar, nuk ke kohë për gruan tënde, nuk ke kohë për fëmijët e tu, nuk ke kohë të shohësh çfarë po ndodh në shtëpinë tënde. Trupi yt po prishet, shëndeti yt po bie, mendja jote është gjithmonë në ankth, ndërkohë atje ka njerëz që nuk punojnë. Nuk përpiqen, nuk marrin përgjegjësi, vetëm presin nga ti. Dhe sot dua të të them një të vërtet shumë të hidhur. Ti i ke bërë ashtu. Ti i bëre dembel. Ti ua ke marrë bukën nga goja, duke i ushqyer me kafshata. Jo sepse ke pasur bollëk, por sepse ti vetë nuk ke jetuar. Nuk mund të ndihmosh dikë gjithë jetën pa ndihmuar veten asnjë ditë. Ndalu vetëm një ditë, vetëm një ditë. Dhe mendo, ku po shkojnë fëmijët e mi? Kur unë jam vetëm duke punuar. Çfarë po ndodh me familjen time të ngushtë, ndërsa unë po kujdesem për një grumbull njerëzish që nuk duan të punojnë për veten e tyre. Pse grua ime më thot vazhdimisht kujdes? Pse unë nuk e dëgjoj? Sot dëgjoj vetëm një ditë, vetëm një, që nesër të mos jetë vonë, që ardhmja jote të mos jetë vetëm lodhje, sepse pasojat e punës sate që i shet qartë, dembelizëm dhe mos mirënjohje. Në momentin që ti s'ke as për vete të ju dërgosh atyre, ata nuk të duan më. Prandaj ji për veten së pari. Jo sepse je i keq, por sepse pa veten nuk shpëton dot askënd.